Shiko, të kuptojmë diçka. Arben Ahmetaj nuk është njeri që ka djeni të tërthorta. Është një individ i cili ka qenë zëvendës kryeministër, ka qenë në pjesë e kabinetit të qeverisë së zotit Rama, ka qenë numri 2 i zotit Rama dhe ka qenë pjesë aktor edhe faktor në qeverinë e tij, pra në vendimarrje kështu me radhë. Kështu që zoti Ahmetaj në ato që thot është njeriu më i besueshëm i mundshëm që mund të jetë pas Edi Ramos ose dikujt tjetër që mundet të bëhet bashkëpunëtor drejtësisë. Zoti Ahmetaj ato që ka thënë, i ka me prova, i ka me fakte. Si i ka thënë, pse i ka thënë dhe ku do të arrijë ai me ato që ka thënë, ato janë problem që politike kështu me radhë. Në aspektin juridik, unë mendoj që zoti Ahmetaj ka dhënë dëshmi të vlefshme, dëshmi të cilët SPAK-u, organi i procedurës, duhet t'i kishte marrë seriozisht. Për mua duhet ta lëri prokuroria atë shohun që bën jo me letër porosi do ekstradoj zotin Ahmetaj e kështu me radhë. Nuk e ekstradohet zoti Ahmetaj dhe asnjë zyrtar nuk i ekstradohet po iku në narrativ ose po iku për azil politik. Nuk ka ndodhur dhe besoj të nuk ndodh deri sot. Dhe kështu që në kuptim të kësaj them që zoti Ahmetaj është njeriu i cili një burim dëshmish informacioni për SPAK-un që duhet jo vetëm për tunelin e Llogaras, por duhet të kishte thelluar hetimet edhe për shumë afera të tjera, duke marrë parasysh edhe 2 anijet në Vlorë, Tigri 1, Tigri 3, që të cilët qytetarët shqiptarë dhe vlonjat e kështu me radhë po paguajnë çdo ditë nga 90.000 euro për 2 anije të cilat sot nuk funksionojnë ose më saktë nuk kanë funksionuar ndonjëherë që në momentin që ato kanë ardhur në Vlorë. Dhe kjo është një kontratë e lidhur nga Ministria e Infrastrukturës dhe pikërisht nga zonja Balluku. Nuk po i futem pastaj pjesëve të tjera që porti i Vlorës është i shkatërruar dhe triporti i Vlorës tashmë do kthehet në një port tregtie kështu me radhë pasagjerësh, sepse porti i tradicional historik i Vlorës është tashmë kthyer në një shesh ndërtimi për biznesmen të ndryshëm. Kështu që dhe shumë afera të tjera, siç janë dhe investimet strategjike, investitorët strategjik, që kanë firmën e Belinda Ballukut dhe të kryeministit zoti Rama, që për hitë së vërtetës edhe zoti Ahmetaj ka folur, ka thënë që ka investitor strategjik të cilët pastrojnë parat në Shqipëri dhe nuk dihet nga i kanë burimin e të ardhurave dhe nuk dihet ku i kanë selit e tyre. Pra, kjo që këmban alarmi që prokuroria e posaçme duhet ta kishte marrë seriozisht në të 3 intervistat që ka dhënë zoti Ahmetaj. Po pse jo fundja dhe prokurorët e posaçëm mund të shkonin në Zvicër ku zoti Ahmetaj është akomoduar dhe pret azilin apo çfarë pret atje, ta kishin takuar, komunikuar, mund ta intervistonin dhe të merrnin dëshmi akoma më të thelluara, më me detaje dhe mbase do ishin të vlefshme për të vazhduar hetimet për korrupsionin që ka mbërthyer gjithë institucionet shqiptare në tërësi dhe gjithë vendin. Unë do të rikthem çështjes së drejtësisë, po në fillim dua të bëj një pyetje politike në lidhje me protestën e opozitës, e cila u duk se pati një pjesëmarrje të vogël, e megjithatë edhe nga opozita edhe nga vetë zoti Berisha nuk munguan zërat e zhgënjimit ndaj demokratëve ose ndaj qytetarëve të cilët nuk morën pjesë aq sa duhet ose masivisht në një protestë të opozitës. Ti vetë si e pe, po them, këtë protestë dhe pjesëmarrjen, a është kjo nisje e vërtetë një aksioni opozitar? Unë në fakt mund ta jap këtu nuk është se jam pjesë e opozitës ose pjesë e politikës dhe të jap një mendim pse çfarë, kush ka qenë shkaqet arsye pse ka ndodhur kjo. Problemi që ndron që unë mendoj se opozita në Shqipëri nuk është ai grumbull njerëzish atje. Opozit jam unë e kushdo tjetër. Edhe pse nuk kemi qenë në protestë. Opozita s'është ajo. Opozita ka nevojë, thashë herë, opozita nuk është numra. Opozita është qendres, nuk ka rëndësi numra. Thoshte një miku im se ka dhe vitin tashmë Sokolov Dashin që opozita nuk ka nevojë, nuk është numra, është qendres. Kështu që unë mendoj se opozita shqiptare ka nevojë për një riorganizim, për një riformatim, sepse qytetarët shqiptarë ka nevojë të shikojnë edhe fytyra të reja, jo vetëm nga pikpamja estetike, por fytyra të reja nga pikpamja e frymës që ata ofrojnë, e imazhin që ata kanë, personalitetit, moralit që ata kanë dhe dhe shpërsjellin ata në opinionin publik për të ndryshuar gjendjen. Unë mendoj se pa bërë këtë rimpasto
të madhe opozita shqiptare, mendoj se qytetarët do ta bojkotojnë. Sepse qytetarët thash duan frym, duan t'i udhëheqë dikush, duan edhe të shikojnë tek ai që udhëheq çfarë ai ofron qytetarëve shqiptarë. Dhe kështu që mendoj se opozita shqiptare nuk është ai grup njerëzish, është shumë e gjerë, dhe nëse do ta fokusojmë aty, do të tregojmë edhe një herë që jemi cinik. Por unë larg cinizmit mendoj që opozita shqiptare ka nevojë për një riformatim dhe një rimpaso totale me figura dhe njerëz të cilët janë profesionistë të zotut, jo njerëz të vinë në rruga dhe të merren me politikë, sepse që të merresh politik dhe të jesh një administrator, qoftë në një bashki apo në një shtet, duhet patjetër ti të kesh treguar që ke drejtuar më parë një institucion, ke drejtuar një shoqëri, një kompani, mund të administruar dhe ti je dikushi. Mund të kesh një avokat i mirë, një inxhinier i mirë, një mjek i mirë dhe tregon kështu që njihesh dhe nga publiku e kështu me radhë që të japi dhe besimin publiku tek ty e kështu me radhë. Prandaj them që mendoj se opozita ka nevojë për një riformatim me qëllim që të afrohen qytetarët dhe të rritet besimi tek opozita. Mirë, meqense ti je edhe avokati i zotit Meta, unë doja të të bëj një pyetje, jam kurioz për opinionin tënd. Si e komenton ti deklaratën e drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit Ilir Proda në komisionin e çështjeve ligjore që tha që arrestimi i zotit Meta ishte në rregull, ishte krejt okej, domethënë. Ai s'duhet kishte bërë rezistencë? Atëre, unë do ta përmbledh. Ai u tregua aty jo më pak se një bandit. Pra, ai aty tregoi që nuk është drejtor policie, as shtetar, por një bandit. Se e them këtë gjë? E them sepse ai e di shumë mirë se i ka shkuar në zyrën e tij rekomandimi i avokatit të popullit, i cili ka bërë një hetim 6 mujor, dhe avokati i popullit ka dalë në përfundimi që arrestimi i zotit Meta ishte në kundërshtim me çdo lloj standardi dhe policia nuk kishte punë fare që të shkonte të arrestonte. Dhe policia nuk kishte aty asnjë lloj identifikimi. Dhe mbi të gjitha nuk kishte urdhrin e ekzekutimit. Urdhrin e ekzekutimit bashkë me letrën të drejtave. Dhe këtë nuk e them unë, që jam avokati i zotit Meta, sepse mund të jemi pa besueshëm të opinioni. Por e thot raporti i avokatit të popullit që ja ka dërguar ministrit të breshëm edhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, ku i thot të merren masa që të rregullohet kjo që ka ndodhur, duke i lënë të në kuptuar që ndaj personave cilët kanë ushtruar këtë lloj sjellje dhe dhune, të ketë masa qoftë edhe administrative. Gjithsesi, drejtori i policisë së shtetit tregoi edhe një herë që nuk është shtetar, nuk është drejtor policie, por me atë që ka fol atë ditë atje, ka treguar edhe një herë që provon edhe një herë që nuk ka lidhje me policinë e shtetit. Mund të ketë lidhje me ndonjë band, po me policinë e shtetarit, të policisë së shtetit demokratik, ai nuk ka asnjë lloj lidhje. Dhe kjo është ajo që dua të theksoja. Gjithsesi, ne jemi në prokuroria po vazhdon hetimet, persona të cilët e rrëmbyen zotin Meta janë promovuar pikërisht nga ky drejtor policie, sepse personi që ka udhëhequr atë bandë atje që rrëmbeu presidentin mes rrugës, sot është drejtuesi i lartë i një nga qasjeve më të rëndësishme të policisë shqiptare. Dhe kështu që kjo histori nuk përfundon këtu, i nderuar. Kjo histori do vazhdoj, sepse ne nuk e lëmë kaq, por ne kemi bërë veprimet tona, jemi drejtuar institucioneve ndërkombëtare, po vazhdojmë betejën tonë në gjykatën kushtetuese dhe do vazhdojmë betejën tonë në gjykatën evropiane të drejtat njeriut, sepse liria dhe digniteti i njeriut dhe aq më shumë i një presidenti republike vlen më shumë se çdo tjetër. Tregon qytetrimin e një vendi dhe tregon se institucionet e atij vendi janë demokratike. Mos ta harrojmë diçka, ju e pat para një muaji si shkoi në paraburgim Sarkozy, presidenti i Francës. Ka përdorur me bashorte dhe shkoi të vuante dënimin që kishte marrë gjykata e shkallës parë. Pavarësisht pastaj se gjykata apelit e liroi kështu me radhë për arsye procedurale të tjera. Por ja ku është ndryshimi ndërmjet një vendi demokratik, një vendi të lirë, një vendi ku zbatohen liritë dhe të drejtat e njeriut dhe një shtet që e ka ndërtuar drejtsinë e tij mbi shtetin e së drejtës. Dhe një vendi si Shqipëria që rrëmben në mes të rrugës presidentin e Republikës. Imagjinoni çfarë i bëjnë këta qytetarëve. Çfarë në bëjnë këta qytetarëve të thjesht,
kur arrin që rëmbej presidenti. Po sa kjo është, s'dua të zgjatem. Po sa i takon për shembull rasteve të tjera, për shembull 21 janarit dhe kërkesës për të paraqitur për zotin Berisha, pse po ndodh ky lloj ping-pongu, po themi e mora njoftimin, se mora njoftimin. Zoti Berisha ka shkuar, tashmë që po flasim, pra, sot ka shkuar është paraqitur në prokurorin e posaçme rreth orës 9, dhe zoti Berisha është duke dhënë shpjegimet e tij atje. Padyshim që unë mendoj se zoti Berisha është i fundit që duhet thirrur në atë histori. Mendoj se ai nuk është thirrur si person në hetim, thjesht si person në dieni, domethënë. Jo, si person në dieni. Si person dieni, po. Si person në dieni. Dhe unë mendoj se ajo ngjarje duhet të filloj, zbardhja e saj duhet të filloj patjetër që nga momenti i para protestës, i organizimit të protestës, i thirrjeve të opozitës së kohës për dhunë dhe për gëzim të qeverisë me dhunë, dhe pastaj të shkojmë te pjesa fundore tek gardistët morën urdhër, s'morën urdhër, apo dhanë urdhër, nuk dhanë urdhër. Ne kemi një precedent të afërt, po dhe të largët, ku janë vrarë protestues në datën 2 prill 1991 në Shkodër, u vranë 4 protestues që kishin shumë arsye për protestuar, dhe nuk u mbajti përgjegjësi atëre as presidenti kohës dhe as kryeministri kohës. Po mbajti përgjegjësi as madje doli pafajshëm edhe ministri i Brendshëm që ishte zoti Ruçi, sepse kështu ishte e ndërtuar e gjithë zinxhiri i atyre i komandës që mbroni institucionet. Dhe në këtë kuptim do ta e lidh me sot, them që nuk ka lidhje politike fare që kryeministri të japi urdhër gardës. Garda e Republikës së nderuar duhet të futeni të kuptoni ligjin. Po nuk kuptuam ligjin. Si funksionon dhe organizohet dhe funksionon Garda e Republikës, ne nuk e kuptojmë dot dhe do flasim sa herë të duam politikisht. Nëse do ta shikojmë juridikisht, të kuptoni diçka. Garda e Republikës nuk merr urdhët nga askush, Garda është institucion që ruan objektin e rëndësisë veçantë dhe personat e rëndësisë veçantë. Në rastin konkret nuk ka lidhje fare, po fare, as me ministrin e Brendshëm, as me kryeministrin e kështu me radhë. Unë jam i bindur që ajo protest ishte dhunshme, sepse e pam të gjithë, kjo ngjarje duhet hetuar që nga kryetari i opozitës së kohës, personat të cilët dolën garant që morën leje dhe dolën garant për mbarvajtjen e asaj proteste, padyshim duhet të bëjnë përgjegjësi dhe ata, pastaj duhet të shikojmë si kanë ecur gjërat dhe në çfarë krysnie ishin gardistët, duke parë të gjitha atë dhunë të pa precedent që është ushtruar mbi instruksionin e kryeministrit. Mos harroni diçka që në datën 6, mos gaboj, në 6 janar të vitit 2020 është sulmuar një nga institucionet e rëndësishme e Shtetit Bashkuar Kapitol Hill, ku u vranë disa protestues aty dhe nuk u dënua as ministri i Brendshëm i kohës, sekretari i shtetit për punët e brendshme në SBA, sekretari për punët e brendshme PAK, dhe as dikush tjetër. Sepse kur sulmon institucionet, ata që kanë si detyrim për t'i mbrojtur institucionet, kanë zbatojnë ligjin e tyre që hyn në fuqi me njëherë sipas si e kanë ata organizimin e tyre pa e futur teknikaliteteve. Kështu që unë mendoj se 21 janari duhet zbardhur padyshim, por zbardhja 21 janarit fillon nga thirrja e Edi Ramës, e Tavlan Pallës, e Sajmir Tahirit dhe të gjithë atyre të cilët organizuar, po pse jo dhe ata 300 protestuesët e dhunshëm që janë të filmuar në çdo moment dhe dhunën që ata kanë përdorur ndaj policisë së shtetit, pse jo edhe ndaj Gardës së Republikës. Kështu që kjo gjë duhet të zbardhur dhe çdo kush të marrë dënimin e tij me akuzat, të hetohet për akuzën për përmbysje të rendit kushtetues me dhunë. Kjo duhet të jetë akuza për të cilën duhet të hetohen ata që kanë përgjegjësi. Qartë, mirë. Avokat, unë të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam edhe shpresoj do të kemi biseda të tjera në vazhdim për aktualitetin. Po, ishe kënaqësi, patjetër do lidhet. Kënaqësi. Ishim me avokat Kujtim Cakran, folëm për disa zhvillime të aktualitetit politik në vend, vetëm pak shkëputje dhe rikthehemi në bisedën tjetër.
Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, në këtë bisedë të dytë. Në fakt do të vjen të flasim për zhvillimet nga vendi, protestën e opozitës, aksionin dhe zhvillimet të tjera nga të fundit nga drejtësia. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë me studion time direkt nga Gjermania, zotin Petrit Tafaj. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të lidhem me juve. Kënaqësi ime, patjetër. Dua ta nisim këtë bisedë së bashku duke bërë një analizë të protestës së opozitës në datën 17 nëntor, pritshmëritë që pati ajo protest, pjesëmarrja, kritikat, a është vërtet në këndvështrimin tënd një nisje e vërtetë e një aksioni opozitar apo jo? Unë jam i mendimit që kjo është një nisje e moderuar e të bërit opozitës. Është diçka e mirë menduar, edhe është në një format të tillë saqë PD-ja mund ta realizojë, por vetëm kaq, jo gjë më shumë. Pra PD-ja shikon i ka matur forcat dhe në një farë mënyre bën një platformë opozite